Se si mbaron, se si... Ke vërre këtë kërcimin që ka ca pauza, vajzat. Pra kanë një moment reflektimin, pinë një kafe, Ashtë vërtet. I vjen një lori, do me thënë. Marin veten pastaj edhe... Dali marin qikajer jashtë. Dhe pastaj, say my name, si ishte? Po mos say my name. Po mirë, po say my Say name. my name, say my name. Say my karikatur. Pa tjetër. Shumë bukur. Ja, Joli. Qa ka? Shikone, ka vëndë maskën dhe këti ndërko po pret mushkrit e qytetit. Mushkrime i po pret pemen për t'i liru rrugën makinave. Se shikosh pema mes rrugës. Sa e thea, i pas ka prerë ja dy tjera. Ja, ke drejti. 2-3. Mendova se mos kishte ndoj koncert, më. Me kaj shumë sa ka prerë. Ja, ke drejti. Mos ta qote koncertet amon, se atje nuk na është prerë një pem, janë prerë disa të tila. Edhe këtu disa janë, po ta shoh është mirë. Se do bëjnë e skena ty, thua? Hajde. Kjo është pjesë e pyllit orbital, besoj, apo jo, kjo pema. Atës ma prek njeri pyllin orbital. Kush ta prek i pyllit? Monitorime, atës e prek këtu. Juli? Qa ka? Shif fak, shif. Jo, lë. Shif, sa bukur. Mos u lodh kot me këto veprime se nuk më shpërqendron dot. Ua, po ti s'ma pe. Pas të shoh pa dhe me të pa, nuk më shpërqendron dot. Mirë. Dështova. Këtu flitet me ton kilometër. Ato t'i shtrydhës që glënë do kenë ato, që janë pa gjë. Ka përshtypjen se 190.000 faqin e thoni për herë të parë, se nuk e kishim dëgjuar në publik. Ju jeni detyruar ta lexoni dhe të ndërtoni mbrojtjen mbi të. Ne do vemi të mbrohemi, të vim tek. Se nuk ma shpërqendron të vëmendje. Dhe nuk e kam qëllim ta bëj. Kam qëllim të marr përgjigjet tuaja. 190.000 faqe, se e kam këtu te kjo pjesë. Ja, pas ka qenë pa dashje. Të vim tek. Se nuk ma shpërqendron të vëmendje. Dhe nuk e kam qëllim ta bëj. Kam qëllim të marr përgjigjet tuaja. 190.000 faqe, se e kam këtu te kjo pjesë. Tani, Gjemi, me gjeografin mirë ke qenë besoj, Vënde njo. Bukuri, do të bëj një pyetje historiko-gjeografike. Për Bullgarin di ndonjë gjë? Sofia. Sofia është kryeqyteti bukur tjetër? Di trenin bulgar? Treni bulgar ky zgjedhjeve, pra që vidhen zgjedhjet, a? Sa mirë e di edhe ti? Po gënjeshtra bullgare, ke dëgjuar ndonjëherë? Jo, mo çan këto. Hapet e erla, ta dëgjosh. Po, për të denoncuar trenin bulgar, dhe ato ishin fotokopës. Për të denoncuar trenin bulgar me një gënjeshtër, ndoshta edhe gënjeshtra ka qenë bulgare, kupton? Për të denoncuar trenin bulgar me një gënjeshtër, ndoshta edhe gënjeshtra ka qenë bulgare, kupton? Po ishte një gënjeshtër e hapur. Gënjeshtër bulgare s'kisha dëgjuar. Po jo tren bulgar. Se nuk bër trend, hajde shpikim, e kupton? Që edhe erla e paska për herë të parë me çfarë shoh. Për të denoncuar trenin bulgar me një gënjeshtër, ndoshta edhe gënjeshtra ka qenë bulgare, e kupton? Po ishte një gënjeshtër e hapur. Gënjeshtër bulgare s'kisha dëgjuar. Po jo tren bulgar. Se nuk bër trend, hajde shpikim, e kupton? Juli, cila është dobësia jote përveç hudhrave? Po kam familjen e kam dobësi për shembull, sinqeritetin e tepërt. Lëre se na preke këto. Pse më? Nuk qënë ke shqiptar me që përsho. Si më jam shqiptar me pasaport dem babaden. Po se them unë, mor, jo, e thot Rudina. Edhe për vit, duket sikur ne shqiptarët kemi një lloj dobësie sepse është një lloj, ka një lloj simbolike vetë si kafsh. Edhe për vit, duket sikur ne shqiptarët kemi një lloj dobësie sepse është një lloj, ka një lloj simbolike vetë si kafsh. Ja pra, sipas Rudinës, ne shqiptarët kemi dobësi 10. Kemi dobësi për 10? Ne mbase kemi dobësi me 10. Për 10. Edhe për vit, duket sikur ne shqiptarët kemi një lloj dobësie sepse është një lloj, ka një lloj simbolike vetë si kafsh. Është një kafsh shumë e bukur, pa diskutim, është një kafshë e trojeve tona. Kemi një ndjeshmëri, kam përshtypjen, nuk e di, ndoshta mund të jetë personale kjo, po mos shkojmë larg, mjafton të qëndrojmë te prokuroria e Skënderbeut. Kafshim! Vazhdo shemi nesër, përshëndesim dhe atat Madridit që po na shohin, janë miqtë edhe të afërm. Edhe ne përshëndesim ato tonë tani nga Lezhë, nga Shkodra, nga Kupsi, nga gjithë andej, nga Tirana, nga Shkodra, nga Saranda, nga gjithë Shqipërinë do ta përshëndesim, edhe Prishtinën edhe Kosovën, meqense shkohen në Madridi. Buenas noches! Ciao! Nuk të shohin vetëm atat Madridit. Ka njerëz edhe në Spanjë kjo, janë fisimat, por ne. A ne nga Sevilla qa bëhet? Ishte vat një famë.